Tani do të kalojmë në historinë e radhës. Do ndalojmë tek një dashuri, një martesë, por brenda kësaj martese fillimisht lindi si një dyshim. Dy shoqë të ngushta, dy mike të afërta, por fatkeqësisht dashuronin të njëjtin burr. Por si vijon historia? Kur e njoha për herë të parë, nuk kisha ndjer kur një lidhje kaq të fortë. Zemra ime rihte për çdo buzëqeshje të tij, për çdo fjalë të thënë me dashuri, për çdo moment të vogël që e bën jetën të duket e bukur. Çdo ditë me të ishte një udhëtim i ri. Një aventurë e vogël që më bënte të ndjesha e gjallë, edhe e dashur. Ai